Mendoj që zoti Kurti pastaj ka vendosur që mos ta kandidoj. Po në anën tjetër, zonja Osmani ka qenë për 5 vite presidente, ka pas një proces zgjedhor, ka qenë pjesë e listës zgjedhore, ka fituar numër të madh të votave brenda listës së lëvizjes vetëvendosje, e ka marrë pozitën të cilën e ka dëshiruar, dhe ku ka privilegj më të madh se me shërbyer vendin si presidente për 5 vite, ajo është deshur me përfunduar mandat në mënyrë dinjitetshme, pa këto zonka, ishte deshur me reaguar nëse vërtet këta njerëz të rrezikshëm në qeveri kanë rrezikuar vendin, ishte deshur me reaguar ajo. Mendoj që atëherë kishte pas kuptim angazhimi i saj në politikë, kauza e saj. Por sa ajo ka hesh sa ka qenë ato. Ka hesh deri në momentin kur e ka vërejtë që nuk do të jetë kandidate. Dhe pastaj tash del edhe na tregon neve këtu filma që kanë ndodhur të kohën saj ka qenë presidente, po të cilat nuk po tregon pse si ka thonë më herët. Mendoj që ishte dikush më shtru këtë pyetje. Ku ka qenë? Ajo është e obliguar. Nëse vërtet e ka pasur që njerëz po luajnë mbi xhoz kryeministri me fatin e vendit, e ka pasur që njerëz që janë të rrezikshëm po i rrezikojnë raportet me aleatët tonë, me partnerët tonë strategjik. Çfarë është detyra e saj na? Sa është edhe deklarata për bon stilin për ta dhënë me qira, që ka kërkuar zoti Kurti, këtë vetë se e ka thënë edhe në mbledhjen me qytetarët. Ajo tash kena me duket